11 prill, vera e mbretit të madh. Sepse ne nuk kemi një krye prift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Hebrejve 4:15. Nuk kam dëgjuar kur dikë që të thotë, mësimet më të thella të jetës time kanë ardhur gjatë kohëve të qeta dhe të rehatshme. Ama kam dëgjuar shenjtor të fortë të thonë, çdo përparim domethënës që kam bërë ndonjëherë për të kapur thellësitë e dashurisë së Perëndis dhe për të rritur në njohjen e tij, ka ardhur nëpërmjet vuajtjes. Kjo është një vërtet biblike që të kthjellon. Le t'japim një shembull. Për shkak të cilit, Krishtit, i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë ple, që unë të fitoj Krishtin. Filipianëve 3:8. E thënë me fjalët e mia, pa mundim, s'ka fitim. Ose do të sakrifikoj gjithçka nëse kjo do të më jap më tepër nga Krishti. Ja një shembull tjetër. Edhe pse ishte bir, mësoj në ato që vuajti bindjen. Hebrejve 5:8. I njëjti libër thot se ai nuk mëkatoi kurrë. Hebrejve 4:15. Prandaj, të mësosh bindjen nuk do të thotë që të kalosh nga mosbindja në bindje. Të mësosh bindjen do të thotë të shkosh gjithnjë e më thellë me Perëndin në përjetimin e bindjes. Do të thotë të përjetosh thellësitë e dorëzimit te Perëndia, të cilat nuk do të mund të arriheshin ndryshe. Kjo ishte ajo që erdhi përmes vuajtjes. Pa mundim, s'ka fitim. Samuel Rutherford tha se kur u hodh në qilarët e mundimit, ju kujtua se mbreti i madh e mban gjithmonë atje verën e tij më të mirë. Charles Spurgeon tha, ata që zhyten në detin e mundimit, nxjerrin lart perla të çmuara. A nuk e do më tepër njeriu që ke për zemër kur ndjen një dhimbje të çuditshme e cila të bën të mendosh se ke kancer? Ne jemi me të vërtet krijesa të çuditshme. Nëse kemi shëndet, paqe dhe kohë për të dashur, jeta mund të bëhet kaq e cekët dhe plot nxitim. Por, nëse jemi duke vdekur, dashuria bëhet një lum i thellë dhe i ngadalë gëzimi të patregueshëm dhe nuk e pranojmë dot dorëzimin. Prandaj vëllezër dhe motra, ta quani gëzim të madh kur bini në tundime të ndryshme. Jakobi 1:2.